prishje në 78 me kinezët, kemi spastrimet e jashtëzakonshme. Në partidë kemi atë që thatë juve shtrirjen e luftës së klasave edhe brenda radhave të tilla. Kemi grupin e ekonomi, kemi në kultur, kemi në ushtri, pastaj sëpada e tmerrshme që në ushtri. Po ta shikosh, domethënë, shumë nga këta, këtu është Sadik Bekteshi, mos gaboj, i pari. Sadiku ishte me mustaqe, nuk atëre ky është një nga generalet. Nuk besoj, ky është Spiro Shalsi më duket i dyti, po kadriu natyrisht me Beqirin. Po, Beqirin, Mehmeti, Petriti, ky është Mjellaj Qishti dhe është Aranit Qela. Do më thënë, nuk është thjesht, do më thënë, jo, generalve. Nuk është grupi generalve. Por, ndër këta, më tepër se gjysma... Kishe i Toçakën, mos harroj i Toçakën, që është dhe bashkëpatrioti im, nga Progonati, ushtarak shumë i zot, jashtëzakonisht me disa akademi të bëra dhe në Bashkimin Sovjetik, general të tjerë, Raman Perlaku, Mohamed Prodani, pa tjetër. Kemi shumë... Generalit që bën ushtrin, tonë, një ushtri... Ka tankeve, Abaz, si e ke... Fejzo. Abaz Fejzo. Generali tankeve, i armës tankiste. Pra, po thuaj se gjithë grupi generalve u kalua në Satër. Pastaj kemi Theodosin, Këllezin, Ngjelën, grupi ekonomik, madje këta ishin më përpara akoma se sa ushtarakët. Ushtarakët qenë 74, këta qenë 73-shin. Nga se erdi e gjithë kjo kemi? Se nga se erdi. Asnjë se ka studiuar. Edhe kjo duhet... Qishte gjithë kjo tërbim? Sa thonë që e bëri për t'i hapur rrugën Ramiz Aliës. Po unë mendoj që Ramizi ende nuk ishte në target në atë kohë. Sa thonë që u trëmbë mbas rënies së infarktit. Mirë po thuaj se shfarosi gjithë plejadën që e kishte prur ekonominë shqiptare dhe shtetin shqiptar në atë fazë. Po. Tani, çfarë ndodhi? Ajo sëmundja që një arsye fiziologjike që nxirret, padyshim ai kaloi sëmundje të rëndë, por ka një histori që unë e kam dëgjuar nga gojtë besueshme që atëre që në 81-shi ka qenë, për ngjarjen e 73-shit kur u smur Enveri rënd, edhe ishte e vërtet, u mblodh byroja se ishte shumë keq, shumë rënd. Edhe u mblodh byroja dhe mori fjalën Mehmeti, i pari sigurisht. Mehmeti që i vetmi që kishte drejt edhe ta vizitonte, edhe në atë gjendje shkonte vizitonte. Dhe njifte edhe kartelën e ti mjekësore, kishte drejt që ta dinte, edhe merr fjalën, thotë, gjendja është vërtet, është serioze, thotë, po ne mendojmë, thotë, kemi thirrur mjekët më të mirë, dhe që Enveri do ta kaloj këtë vështirësi dhe do ta... Thuhet që mas te mori fjalën Beqiri. Mirë po, tani, se këto janë, midis tyre ka pas përplasje, nuk kanë qenë kështu të bashkuar, si që i shojmë këtu. Këtu rrezik ka pasur midis tyre që kanë pas dialektikën e marrëdhënieve të veta që Beqiri thoshin që kishte marrëdhënie të mira, shumë të mira me Hysniun. Me Mehmetin si kishte të mira. Edhe kjo edhe është konfirmuar kështu, pak a shumë. Dhe Beqiri qohet dhe të gjithë menduan tani që filloi të flasë, do me thonë që gjendja e vështirë, por ne mendojmë, tha, që partia gjithsesi ka, tha, birin e dashur të saj, kraun e djathtë, shokut e Enver, të gjithë prisin që të thoshte Hysni Kapo. Ai tha, Mehmet Shehu, do me thënë një gentiles që Mehmetit si pëlqeu dhe ju duke tepër, ndoshta e mori si provokim, fakti është që mas asaj shkoi të informoj Enverin në shtëpi për byron, për mbledhjen, e kupton, e pyet ai, kish marrë diçka veten, kështu siç tregojnë, dhe i tha, si shkoi, i thoi shumë mirë, i tha, shkoi mbledhja, po më bëri përshtypje që kështu, foli Beqiri, domethënë. Mund të jetë kjo një,
që ai ka pas në një shkëndi këtu tani, që këtu janë krijuar grupazhe pa ikur unë akoma, dhe po shihet pasardhësi. Po diskutohet për pasardhësi. Mundet që kjo të ketë kushtëzuar sjelljet e tij mbasi e mori veten, domethënë. Nga 73-shi e tutje. Mundet tjetra që Mehmetit me sa duket nuk donte t'ia linte. Mehmeti ishte autoritet, domethënë që ishte i padiskutueshëm. Dhe fakti që është që vetvrasja e Mehmetit i dha fund sistemit, ai që fundi për mua, që 81-shi. Jam dakord me ju. Edhe Enver Hoxha fizikisht se mori veten, domethënë dhe u hoqi zvarr, si thua, deri në 85-ën, pastaj edhe Ramizi ç'mund të bënte, nuk ishte, të themi, s'kisha as vendimarrjen dhe ashpërsinë, të themi, të Enverit për të vendosur për ta shuar, kështu që nuk donte duke t'ia linte Mehmetit dhe e goditi, si thuash, ndoshta në fillim i hoqi ata krahët kryesor, mbështetjet, ca ushtarak që Kjo është ndër fotot e fundit, me sa di unë që ishin bashkë këta. Jo ndër fundit, po janë vitet e fundit. Nuk besoj të jetë e kongresi i fundit, se në kongresin e fundit as nuk shihershin, si thuhet, nuk flisnin. Se ndërkohë kish lindur problemi i djalit Mehmetit, i fejesës. Megjithatë të dy nxin këtu. Shiko, fundi kështu është, mua më kujtohet kujtimet e kësaj vajzës Stalinit, Svetlanës. Ajo tregon momentin e fundit, kur në shtatin e vdekjes Stalinit, thotë ishte, domethënë, symbyllur edhe në një moment, sikur u përmend, hapi syt, dhe i hodhi një sy të egër, thotë ajo, të gjithë atyre që e rrethonin, që ishin gjithë anëtarët e byros, dhe një sy të egër dhe mosbesimi. Edhe mosbesimi, që kujt po ja lë tani. E kjo në këto sistemet, kështu është, kur nuk ke besim kujt do ja lësh kur je në momentin. Ndoshta ke Mehmeti i trembej, se kam pas edhe me Mehmetin. Mehmeti linte kokën për Enverin, as diskutohet, e ka dhënë prova për këtë, edhe ky e ka vlerësuar Enveri. Por ka pas sjellje të ashpra të kohës luftës, për shembull, për cilat Komiteti Qendror ka kritikuar Mehmetin. Apo jo, apo fronti, kryesia e frontit e ka kritikuar për në një ekzekutim, për në një sjellje të ashpër, qoftë për atë kolon nga Muçi, që thonë, një kolon me karabinier italian që u zun dhe u vran. Aty nuk kishte, si ishte Mehmeti, ishin të tjerë, që madje thuhet që Mugosha e ka urdhëruar atë gjë, por që i ngeleshin në kuri, si thuash, Mehmetit, si komandanti i brigadës parë, edhe sjellje të tjera të ashpra dhe edhe që kishte Mehmeti, kujtosh takimin me Krushovin, Enveri, Mehmeti dhe Krushovi, kur në 61-shin në Moskë, kur i fletë ashpër Mehmeti Krushovit. I thot sa fjalë të rënda, e Krushovi thot, ku ti fus ato fjalë që më the? Edhe i tha fjalën e fundit. Futi në xhep. I ka thënë ndryshe, po nejse. Nuk e di. Ne kështu e kemi lexuar në format politike të si ishte aq i edukuar Mehmeti. Nuk e besoj, ja, Krushovit. Ke shkuar deri aty, nuk e besoj, domethënë futi në xhep, ka fjala e parë që ka thënë, po ishte kështu i karakterit të rrëmbyer. Ka fjalë s'kish pse thuaj, se je tani e drejtuese. Ju mendoni që Mehmet Sheun e vrau e shtiu drejt vrasjes, kjo pak rëndësi ka, është teknikalitet i gjithë në një luftë për pushtet, sepse njerëzit e pushtetshëm veprojnë në mënyra të tjera. Në qoftë se Mehmeti e pa që po i ngushtoi laku, a u vra, a u vet vra. Kjo është pak e rëndësishme. Jo, vrar nuk e besoj. Nuk e besoj, se ai ka lënë një letër që shkruan me qetësi, duket një letër me qetësi, një lloj testamenti, të cilën kam bërë dhe të tjerë të tilla, po e kam bërë në presion.
e kupton, edhe të burgosur tjerë politike që kanë bërë, s'kishin ç'bëni, Mehmeti se bënde atë gjë, si ishte natyra që e bënde. Mehmeti u fye rënd e pare punës, ishte njëri me sedër, me autoritet. Ku kishte si Mehmeti në të gjithë udhëheqjen e kampit socialist, po themi, po edhe në perëndim, ku kishte ti njëri me 5 gjuhë huaja. Njëri me 5 gjuhë huaja, luftari i Spanjës. Me luftëtari i Spanjës që 20 vjeç, me një thirrje të brendshme për, domethënë, po themi revolucionar profesionist. Që shkon në Spanjë, lufton evrit. Gati anarkist. Ngriti brigadën e parë që vetë kam dëgjuar unë me veshtemi nga ballistë të vjetër në moshë të madhe që ajo na morin qaf. Brigada e parë. Edhe në kujtim të oficerëve gjerman thonë që ishte banda më përgatitur dhe më e rrezikshme. Padyshim, domethënë, kishte po në ekonomi, domethënë jep përgjigje, kishte njerëz të aftë. Mehmeti ka mbledhur njerëz të aftë. Nuk blithte. Ka marrë dhe nga internimi dhe i ka marrë në